Të nderuar shikues, përshëndetje. Izraeli si projekt sionist është futur brenda një procesi shpërbërjeje duke kombinuar dy faktorë, brutalitetin ushtarak dhe radikalizmin fetar. Historian, gazetar dhe analist e shohin këtë si dukuri të pashmangshme, veçanërisht pas 7 tetorit 2023 dhe gjenocidit të paprecedent që pasoi në Gaza. Izraeli ka humbur atë imazh të paqen që e kishte ndërtuar me dekada, ndërsa tani po humbe dhe mbështetjen ndërkombëtare nga aleatët evropian, ndërsa sipas analistëve hebrej, Trumpi mund të jetë presidenti i fundit amerikan që Izraeli po e mban në grusht. Asgjë më nuk e kthen imazhin e atij shteti të vetëm demokratik në lindjen e mesme, edhe pse qeveria e Netanyahut po shpenzon miliarda dollar në ngritjen e imazhit pozitiv përmes influencerëve në rrjetet sociale dhe në mediat perëndimore. Edhe ata gazetarë që dikur arsyetonin veprime gjenocidale në Gaza tani janë kthyer kundër tërbimit sionist. Asgjë dhe askush nuk mund ta mbrojë Izraelin nga armiqt që veti krijoi në atë rajon. Sikur nuk i mjaftoi shkatrimi i Irakut, pushtimet në Siri dhe Liban e gjenocidi në Gaza, tani ka hapur front edhe me Iranin. Analistët thonë se lidhja pathyeshme me SBA-n mund të thyhet nesër dhe nuk është garancë për të nesërmen sioniste në atë rajon. Dhe në gjithë këto luftra për sa kohë që ekziston, Izraeli po përballet me rrezikun më të madh, përçarjen brenda shoqërisë dhe rrëshqitjen drejt një teokracie radikale. Nëse ka pasur ndonjë periudhë kur ideja e Izraelit si hegemoni rajonale kishte ndonjë kuptim, ajo ishte gjatë disa viteve pas marrëveshjeve të Abrahamit në shtator të vitit 2020, dhe kjo zgjati jo më shumë se 7 tetori 2023, që atëherë ushtria izraelite është zhvendosur nga një konflikt në tjetrin në përpjekjet një pasnjëshme dhe të dështuara për shkatruar armiqtë e saj. Dhe sipas gazetarit Andrew Hammond, Izraeli është shndruar në një agent kaosi, i aftë vetëm të përhap shkatrim pa arritur objektiva strategjik. Kështu, kjo politikë po e gryen vetë shoqërinë izraelite. Numri izraelitëve që emigrojnë për shkak të pasigurisë ekonomike, destabilitetit rajonal dhe ekstremizmit të brendshëm po rritet çdo ditë më shumë. Izraeli është në krizë, vlerëson Andrew Hammond, gazetar dhe profesor në Universitetin Kombëtar Australian, dhe shton se që nga tetori vitit 2023, Izraeli ndodhet në një gjendje të përhershme lufte me një sër armiq të brendshëm dhe të jashtëm, nga palestinezët e Gazës deri te shteti dhe shoqëria iraniane. Shumë politikan, analistë dhe komentator e kanë parë këtë si provë të forcës, duke mbështetur në përdorimin në rritje të tropeve hebraike të së djathtas ekstreme izraelite për Izraelin e madh. Ata shpesh flasin për një Pax Izraelika në lindjen e mesme. Termi është domethënës, pasi thjesht riprodhon konceptin më të njohur të Pax Americana, për cilin Izraeli funksionon rajonalisht si një pikë mbështetjeje. Nëse ka pasur ndonjë periudhë kur ideja e Izraelit si hegemoni rajonale kishte ndonjë kuptim, ajo ishte gjatë viteve pas marrëveshjes së Abrahamit në shtator 2020 deri më 7 tetor 2023. Që atëherë, ushtria izraelite është vendosur nga një konflikt në tjetrin, në përpjekje të njëpasnjëshme dhe të dështuara për të shkatruar armiqtë e saj. Ajo shkatroi Gazën, por Hamasi vazhdon të qëndrojë. Ajo i preu kokën Hezbollahut në Liban, por grupi është rikthyer si një forcë guerile që i reziston okupimit Izraelit. Stoqjet e dronëve dhe raketave që ish-ministri i mbrojtjes Yoav Gallant i kërkuan nga gjykata penale ndërkombëtare për krime kundër njerëzimit, pretendoi se ishin pothuajse të shkatruara, janë rikthyer në përdorim. Ajo përpoqte të eliminonte udhëheqjen e Ansarallahut në Yemen, të njohur si Houthi, pasi forcat amerikane dështuan të rrëzonin grupin në fushatën e tyre të vitit 2025 në Yemenin verior, por dështimi amerikan u pasua nga dështimi i saj. Dhe së fundmi, dështoi të rrëzonte Republikën Islamike të Iranit, të shkatronte kapacitetet e saj ushtarake apo ta kthente vendin në një shtet të dështuar. Tani, liderët izraelit po flasin për Turqinë si objektivin e radhës, sikur të kishin pas vetes një seri suksesësh lavdishme. Në mars, ish-kryeministri Naftali Bennett e quajti Turqinë Iranin e radhës, ndërsa kryeministri aktual Benjamin Netanyahu këtë muaj akuzoi në rrjetin X presidentin turk Recep Tayyip Erdogan për akomodimin e regjimit terrorist iranian dhe përfaqësuesve të tij dhe për masakrimin e qytetarëve të tij kurd. Nga njëra anë, është e qartë se përmes kësaj gjendjeje të vazhdueshme lufte, Netanyahu, gjithashtu i kërkuar nga gjykata penale ndërkombëtare për të njëjtat akuza si Gallanti, shmang një krizë personale politike për shkak të akuzave për korrupsion që mund ta çojnë në burg. Por, pavarësisht kundërshtimeve të herpashershme që rrjedhin në media, establishmenti ushtarak, inteligjencës dhe politik izraelit, në terma të përgjithshëm, ka pranuar vazhdimin e kësaj gjendjeje lufte të përhershme të këtij shteti të vogël me fqinjet e tij.
Pse? Përgjigjja qëndron pjesërisht në ngritjen e të djathtas ekstreme të pasuar tek kolonët, e cila gjatë 2 dekadave të fundit ka arritur të depërtojë në nivelet më të ulta të ushtrisë dhe në pjesë të burokracisë. E futur në qeveri nga Netanyahu në vitin 2022, liderët e saj bëjnë thirrje hapur për spastrim etnik të palestinezëve në Gaza dhe në Bregun Perëndimor, duke pasur fuqinë për të zbatuar politika edhe më agresive në këtë drejtim. Nuk është rastësi që kjo formë më brutale dhe mesianike e shtetit izraelit shfaqet në një moment kritik të historisë konfliktit në Palestinë. Realizimi i barazisë demografike mes palestinezëve dhe popullsisë hebraik izraelite. Statistikat izraelite dhe ato të autoritetit palestinez tregojnë rreth 7.7 milion në secilën anë, duke çuar numrin total të njerëzve në kontrollin e shtetit izraelit në afro 16 milion. Izraeli ka ndjekur një model për shkallëzimi represiv që përputet me rastet ngjashme të kolonializmit në fazën e tij të fundit. Mjafton të kujtojmë kampet e përqendrimit në shkretëtirë në Libi nga Italia fashiste, masakrat dhe torturat e Francës në Algjeri, kampet britanike në Kenya apo përdorimin e armëve kimike nga Portugalia në Angola dhe Mozambik. Lista e brutaliteteve izraelite është rritur ndjeshëm: tortura sistematike, krime seksuale të ndaluarve, urime masive, varre masive, përfshirë mjek dhe fëmijë, të varrosur me duar të lidhura pas shpine. Me mbështetjen e SHBA-s, lider politik dhe ushtarak u bën thirrje palestinezëve të largohen nga Gaza ose të përballen me vdekjen. Kolonët kryen pogrome në Bregun Perëndimor. Ushtria ka zhdukur 10 fshatra në Libanin Jugor. Forcat erore godasin ndërtesa banimi për të vrarë individ caktuar dhe vrasjet e liderëve të huaj janë bërë politike hapur. Netanyahu i paraqet këto politika si vullnet për të riformësuar rendi rajonal. Por t'i lezosh ato si shfaqjet fuqisë, është keq kuptim. Fuqia nuk është vetëm aftësi për të vrarë, por edhe për të krijuar stabilitet. Izraeli është shndruar në një agjend kaosi, i aftë vetëm të bërhap shkatrim, pa arritur objektiva strategjik, shkruan Hamond. Përtej ushqimit narrativës së paprekshmërisë, ky kaos shërben për të shtyrë krizën themelore të Izraelit, gjegjësisht krizën e sionizmit. Deri vonë, përgjigjja kryesore ndaj kritikës së kolonializmit vendbanimeve nuk ishte argument akademik, por suksesi demografik. Për dekada, popullsia e ardhur ishte numerikisht superiore ndaj popullsisë vendase. Por ndërsa ky avantazh demografik po shembet, vlerëson Hamond, luftrat e pafundme shërbejnë për të eksportuar problemin dhe për të shtyrë përballjen përfundimtare me realitetin palestinez. Megjithatë, kjo politikë po gryen vetë shoqërinë izraelite. Numri i izraelitëve që emigrojnë për shkak të pasigurisë ekonomike, destabilitetit rajonal dhe ekstremizmit të brendshëm po rritet. Ish-zëvendës kryeministrja Tzipi Livni deklaroi në mars se apartheidi i dhunshëm po shkatron shtetin e Izraelit, ndërsa shefi i shtabit Eyal Zamir paralajmëroi se ushtria mund të shembet nga brenda pa mobilizim të detyrueshëm. Ndërkohë që vëmendja publike përqendrohet te Irani dhe zhvillimet ushtarake, kriza reale qëndron më thellë: kriza e sionizmit. Palestinezët kanë treguar një qëndrueshmëri që ideologjia nuk e kishte parashikuar kurrë, ndërsa politika dhe shoqëria izraelite po bëhen gjithnjë më të dëshpëruara në përpjekjet për të menaxhuar këtë realitet. Por një projekt si Rodezia në Mesdhe nuk është projekt mbijetese, është gjithnjë më i qartë se nevojitet një mënyrë e re mendimi, shkruan mëtej Hamond. Izraeli është futur në një proces të thellë shpërbërjeje strukturore dhe sionizmi po përballet me perspektivën reale të kolapsit historik, veçanërisht pas 7 tetorit 2023, vlerëson historiani hebre Ilan Pape. Një nga sinjalet më të qarta për këtë, sipas historianit, është përçarja e thellë brenda vetë shoqërisë izraelite. Ai argumenton se vendi është ndarë në 2 kampe të papajtueshme, njëra që përfaqëson një vizion më liberal dhe sekular të shtetit dhe tjetra që synon një transformim teokratik të tij. Kjo përplasje nuk është vetëm politike, por prek vetë identitetin e shtetit dhe karakterin e tij të ardhshëm. Një tregues tjetër i rëndësishëm është kriza ekonomike, ndërsa izolimi ndërkombëtar i Izraelit po thellohet. Pape përfundon se mundësia e shembjes së projektit sionist nuk është më një ide teorike, por një skenar i parashikueshëm. Sionizmi po hyn në një fazë të pakthyeshme rënjeje dhe përballet me perspektivën reale të kolapsit historik. Kështu vlerëson historiani hebre Ilan Pape, i cili argumenton se zhvillimet pas 7 tetorit nuk janë thjesht një krizë e përkohshme, por pjesë e një procesi më të thellë shpërbërjeje strukturore. Sipas tij, sulmi i Hamasit duhet parë si një tërmet që goditi një ndërtesë tashmë të dëmtuar.
Çarjet kishin ekzistuar prej kohësh, por tani ato janë bërë të dukshme në vetë themelet e projektit sionist. Ai ngre pyetjen thelbësore. Pas më shumë se një shekulli, apo i ofrohet fundi idez për të imponuar një shtet hebre në një territor arab dhe të lindjes së mesme. Papa thekson se rënja e shteteve nuk ndodh gjithmonë në mënyrë të menjëhershme. Ajo shpesh fillon si një proces i ngadalë, i cili përshpejtohet me kalimin e kohës dhe më pas kulmon me shembjen e strukturave që dikur dukeshin të forta. Sipas tij, në rastin e Izraelit, këta tregues janë tashmë të dukshëm dhe të shumëfisht. Një nga sinjalet më të qarta, sipas historianit, është përçarja e thellë brenda vetë shoqërisë izraelite. Ai argumenton se vendi është ndarë në dy kampe të papajtueshme, njëra që përvajson një vizion më liberal dhe sekular të shtetit dhe tjetra që synon një transformim teokratik të tij. Kjo përplasje nuk është vetëm politike, por prek vetë identitetin e shtetit dhe karakterin e tij të ardhshëm. Sipas Papes, kjo ndarje është përshkallëzuar në një nivel të tillë, saqë edhe përplasjet në rrugë janë bërë të zakonshme. Ai vëren se megjithse pas 7 tetorit u krijua një iluzion uniteti përballë një armiku të përbashkët, kjo nuk zgjati. Përkundrazi, tensionet janë rikthyer dhe po thellohen më tej. Një tregues tjetër i rëndësishëm është kriza ekonomike. Sipas tij, Izraeli po përballet me një tkurrje të ndjeshme ekonomike dhe mungese strategjike për të menaxhuar kostot e konflikteve të vazhdueshme. Ai thekson se varësia nga ndihma financiare amerikane është rritur ndjeshëm, ndërsa elitat ekonomike po zhvendosin kapitalin jashtë vendit. Në të njëjtën kohë, Papa invizon se izolimi ndërkombëtar i Izraelit po thellohet. Ai vëren se ndryshe nga e kaluara, kritika ndaj Izraelit nuk vijnë më vetëm nga shoqëria civile, por edhe nga institucionet ndërkombëtare. Kjo sipas tij është një shenjë e qartë se legitimiteti global i shtetit po dobësohet. Një zhvillim tjetër i rëndësishëm, sipas historianit, është një ndryshim i qëndrimit tek hebrejt të rinj në diasporë. Ai argumenton se një pjesë gjithnjë më e madhe e tyre po distancohet nga sionizmi dhe po i bashkohet lëvizjeve në mbështetje të palestinezëve. Ky ndryshim, sipas tij, ka implikime të mëdha për fuqinë e lobit izraelit dhe ndikimin ndërkombëtar të vendit. Papa gjithashtu vënë në dukje dobësitë e ushtrisë izraelite. Edhe pse ajo mbetet një forcë avancuar teknologjikisht, ai argumenton se ngjarjet e fundit kanë ekspozuar kufizimet e saj dhe varësinë e madhe nga mbështetja amerikane. Kjo sipas tij ka krijuar një perceptim të ri brenda vetë shoqërisë izraelite për pasigurinë dhe mungesën e gatishmërisë. Në anën tjetër, ai thekson se një faktor vendimtar është energjia e re që po shfaqet tek gjenerata e re palestineze. Izraeli ende beson se mund të jetojë me shpatë dhe se nuk ka alternativë tjetër përveç një jete të mbështetur në forcën ushtarake. Sipas gazetarit hebrej Gidon Levi, Izraeli ende e sheh forcën ushtarake si garancinë e vetme të ekzistencës dhe sigurisë së tij dhe vazhdon të ndjek një politikë të supremacisë absolute hebreje në rajon. Ai argumenton se Izraeli gjithmonë ka qenë i tillë që nga themelimi më 1948 dhe kjo mizori nuk mund t'i faturohet vetëm Likudit dhe Netanyahut. Shtetet e Bashkuara po i rrëshqasin gradualisht nga duart e Izraelit dhe çdo president pasardhës i Trumpit me siguri do të ndjek një politikë tjetër ndaj Izraelit egocentrik dhe këtë qasje do ta pasojë edhe Europa, thot Levi. Në fillim të shtetit sionist të Izraelit ishte Nakba. Dita sioniste e festës ishte dita e katastrofës historike të një populli tjetër, një popull që ishte këtu para kolonëve. Gjithçka që ka ndodhur më pas është e lidhur me ato që erdhi më parë. Ajo që filloi në vitin 1948 nuk ka përfunduar as në vitin 2026. Nga Nakba deri sot, parimet bazë mbi cilat vepron sionizmi nuk kanë ndryshuar, as politika e qeverive të njëpasnjëshme të shtetit hebre. Nakba nuk ka përfunduar kurrë, ajo vetëm ka ndryshuar formë, shkruan opinionisti dhe gazetari hebre Gidon Levi. Vlerat që quhen në Nakba 78 vite më parë, vazhdojnë të udhëheqin shtetin Izraelit në vitin 2026, të njëjtat parime, të njëjtat objektiva, të njëjtat metoda. Sot, si një fuqi rajonale dhe alati më i afërt i superfuqisë më të madhe në botë, asgjë nuk ka ndryshuar në qasjen e përgjithshme të Izraelit që nga dita kur u krijua si shtet. Ai ende beson se mund të jetojë me shpatë dhe vetëm me shpatë dhe se nuk ka alternativë tjetër përveç një jete të mbështetur në forcën ushtarake, shkruan Levi. Ai ende e sheh forcën ushtarake si garancinë e vetme të ekzistencës dhe sigurisë së tij. Ai vazhdon të ndjek një politikë të supremacisë absolute hebreje midis detit Mesdhe dhe lumit Jordan. Izraeli ende e paraqet veten si viktimë, një fuqi rajonale që flet për kërcënime ekzistenciale. Ai ende është i bindur se drejtësia absolute është në anën e tij.
Ai ende imagjinon se të gjithë arabët lindin për të vrarë dhe se vetëm një gjë që shqetëson botën arabe është si t'i hedhin hebrejt në det. Të njëjtat bindje, të njëjtat parime si atëherë, në vitin 1948, dhe në sipërfaqe, besimet fetare vazhdojnë të vlojnë. Në fakt, ato janë forcuar shumë gjatë këtyre 78 viteve. Zoti u dha tokën hebrejve, vetëm atyre, dhe ky premtim biblik është titulli i pronësisë mbi tokën, provë hyjnore e sovranitetit ekskluziv edhe në sytë e hebrejve që e konsiderojnë veten laik. Ndërsa parimet kanë mbetur të njëjta, Izraeli gjithashtu ka ndryshuar gjatë viteve të pavarësisë së tij. Shumë pak nga këto ndryshime kanë qenë për mirë, shkruan Levi. Ankimi i shumë izraelitëve që sot mallëngjehen për Izraelin e dikurshëm, para se Likudi të vinte në pushtet, është në masë të madhe një iluzion, një vetmashtrim, dhe sipas Levit, Izraeli gjithmonë ka qenë pushtues dhe gjenocidal. Demokracia izraelite, thot Levi, nuk ka qenë kurrë një demokraci e vërtet, dhe ky 78 vjetor është një moment i mirë për ta thënë qartë. Një shtet me një regjim ushtarak të përhershëm nuk është demokraci, dhe pik. E njëjta gjë vlen për apartheidin. Ai nuk u krijua vitet e fundit. Ai daton që nga ditët e para të shtetit, me një shtytje të fortë për konsolidim pas pushtimit vitit 1967. Gjatë gjithë historisë së tij, para pushtimit vitit 67 dhe sidomos pas tij, Izraeli kurrë nuk i ka konsideruar palestinezët si qenie njerëzore të barabarta me hebrejt izraelit. Ky ka qenë dhe mbetet rrënja e problemit dhe pothuajse askush nuk e trajton këtë. Në këtë 78 vjetor nuk ka opozit hebreje ndaj luftës, ndaj asnjë lufte, as ndaj pushtimit apo apartheidit. Gaza shqetëson vetëm pak. E njëjta vlen për bregun perëndimor, i cili gjithashtu është transformuar përtej njohjes në mbulesën e luftrave të fundit. Atje, Izraeli ka arritur përmes kolonëve të dhunshëm dhe një ushtrie që vepron në koordinim me ta, të shuaj perspektivat e fundit për një shtet palestinez qëndrueshëm. Edhe propagandistët më të zëshëm të së djathtës ekstreme po fillojnë të kuptojnë shkallën e kërcënimit me cilin përballet Izraeli i sotëm, pasi ka hapur shumë fronte lufte dhe nuk ka arritur objektivat në asnjërin prej tyre. Gaza dhe Libani nuk janë histori suksesi, por luftra të panevojshme dhe kriminale që nuk i kanë sjellë Izraelit asnjë përfitim, vetëm kosto të larta që do t'i kushtojnë shumë. Shtetet e Bashkuara po i rrshqasin gradualisht nga duart Izraelit, thot Levi, dhe sipas tij, Donald Trumpi mund të kthehet kundër Izraelit. Dhe në çdo rast, presidenti që do ta pasojë brenda më pak se 3 vitesh, demokrat apo republikan, do të ndjek një politikë tjetër ndaj këtij aleati të madh. Ditët kur Amerika ishte sigurt në xhepin e Izraelit kanë marrë fund, ndoshta për gjithmonë, shkruan Levi. Edhe Europa po pret një sinjal nga SBA-ja për të ndryshuar politikën e saj ndaj Izraelit. Edhe atje, durimi po mbaron me një Izrael që shihet si pushtues, agresiv dhe megaloman. Izraeli nuk ka pasur sukses në vitet e fundit. Sa më shumë luftra që ka zhvilluar, sa më shumë territor që ka pushtuar dhe sa më shumë njerëz që ka dëbuar nga shtëpitë e tyre, aq më shpejt është përkesuar pozita e tij ndërkombëtare. Një shtet që sistematikisht ka shpërfillur çdo institucion të komunitetit ndërkombëtar, çdo rezolut, të drejtën ndërkombëtare dhe opinionet e aleatëve më të afërt, po ndjek një rrugë drejt izolimit të ngjashëm me Afrikën e Jugut të apartheidit. Dhe kjo është një trajektore që do ta ketë vështirë ta kthejë mbrapsht. Izraeli po përballet me një krizë të thellë dhe të pakthyeshme të legitimitetit në arenën ndërkombëtare, ndërsa pamjet e vazhdueshme nga Gaza, shkatrimi i infrastrukturës civile, viktimat e shumta dhe zhdukja e familjeve të tëra, po errozojnë gradualisht narrativën e vjetër që e paraqiste shtetin si një projekt demokratik dhe moral në lindjen e mesme. Ky ndryshim perceptimi nuk është më i kufizuar në debate politike, por është të shndruar në një realitet global të dukshëm ku imazhi i Izraelit po pëson erozion të qëndrueshëm në opinionin publik dhe në diskursin ndërkombëtar. Ka një moment në jetën morale të kombeve kur gënjeshtrat që i kanë mbajtur ato në këmbë nuk mund të qëndrojnë më. Izraeli po jeton pikërisht këtë moment. Pamjet që dolën nga Gaza nuk ishin dëshmi e brutalitetit të luftës. Ato janë autopsia e mitit të ndërtuar me kujdes për Izraelin si një streh për të persekutuarit, si një demokraci në shkretëtir dhe si një farë morale në një det barbarie. Ky mit, i ruetur me aq shumë përpikëri dhe i mbrojtur me aq egërsi,
Tani është djegur i gjallë në të njëjtat rënoja që vetë krijoi, shkruan gazetari Jassim Elazawi. Gazetari dhe shkrimtari Chris Hedges, një nga zërat e pakt në mediat amerikane që guxoi të fliste hapur ndërsa të tjerët dridheshin, paralajmëroi vite më parë se i kemi dhënë Izraelit dorë të lirë për të spastruar etnikisht, për të pushtuar dhe për të shtypur. Bota nuk dëgjoi, e mbytur nga akuzat për antisemitizëm, ky instrument i rënd që u përdor jo për të mbrojtur hebrejt, po për të heshtur të vërtetat e pakëndshme. Për një brez, ky akuzë funksionoi. Ajo ngrinte gjuhët, shkatronte karriera dhe mbyllte debatet. Sot, ajo bie si një fishek i shpenzuar mbi një dysheme e guri. Bota ka parë shumë. Gidon Levi duke shkruar nga brenda Izraelit me guximin e vetmuar të një njeriu që ka refuzuar çdo heshtje të rehatshme. Ka dekada që dokumenton atë që vendi i tij refuzon ta shohë. Ai ka shkruar se Izraeli ka humbur rrugën dhe se pushtimi nuk është vetëm një çështje politike dhe tani duhet të përballet me ato që ka mundësuar. Në librin e tij Wages of Rebellion, Chris Hedges shkruan: "Pyetja nuk është nëse Izraeli do t'i mbijetojë kësaj lufte. Pyetja është nëse shpirti i tij, nëse i ka mbetur ende, mund të mbijetojë." Brezi i ri në Europë dhe Amerikën e Veriut e ka parë këtë në kohë reale në telefonat e tyre. Ata nuk e kanë jetuar holokaustin. Nuk ndjejnë faj të trashëguar dhe kanë të drejtë. Faji ndër breza i përdorur si paralizë politike nuk është kujtesë, është manipulim, thot Elazawi. Miliona njerëz kanë dalë në protesta. Londër, Paris, New York, Berlin, Jakarta, Johannesburg. Numrat nuk janë një ndjenjë kalimtare, janë një verdikt i rënd. Simpatia për Palestinën nuk është më një qëndrim marginal, është bërë qëndrimi moral i një brezi të ri që refuzon të trashëgojë heshtjet e prindërve të tyre. Ajo që është shkatruar në këto muaj nuk është vetëm infrastruktura, është skeleti i fundit i një miti të ndërtuar artificialisht. Historia që Izraeli ka propaganduar për veten është shembur nën peshën e kontradiktave të saj. Kapja e sionizmit mbi fuqitë të opinionin perëndimor është në agoni. Frika nga etiketa antisemite, po humbet fuqinë e saj dhe po shkakton përqeshje. Sot Izraeli shihet si një nga vendet më të urryera në botë, një shtet i izoluar dhe i përbuzur si gjenocidal. Holokausti i Gazës ka prodhuar këtë realitet, vlerëson Elazawi. Edhe fortesat më të fuqishme po qahen. Kongresi i Shobas, dikur një bastion i mbështetjes së pakushtëzuar për Izraelin, ku ndikimi i Ajpakut e bënte mospajtimin një herezi që shkatronte karriera, nuk është më i paprekshëm. Rryma ka thyer muret e tij. Nuk ka më strehtë të sigurt. Një shtet që kryen atë që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë e ka cilësuar si gjenocid të mundshëm, humbet çdo pretendim për trashëgimi morale. Kontradikta është e rëndë. Ajo është gëdhendur tashmë në sytë e botës që shikon. Kornizë pas kornize, fëmijë pas fëmije, rënoj pas rënoje. Asnjë zyrë shtypi nuk mund ta fshijë. Asnjë diplomat, sado elokuent, nuk mund ta pastrojë me fjalime në OKB. Plaga është shumë e thellë për t'u qepur. Sionizmi ka bërë atë që asnjë armik nuk mundi, ka gëlltitur mitin e vet, në zjarrin e vet, me duart e veta. Dhe historia, kjo llogaritse e pamëshirshme, më në fund ka hapur librin e saj. Shkruan mëtej Elazawi. Ishte kjo të ratë ndruar shikues, faleminderit që na ndoqët dhe miru takofshim sërish.